ne nuk duhet ta paragjykojmë këtë vizitë në planin politik, pasi nuk e dim se çfarë është diskutuar dhe zakonisht kur një pushteti i vjen ngordhja, mesazhin e fundit për të larguar e merr nga miqt më të afërt politik që ai konsideron ndërkombëtar. Kjo ka qenë jo vetëm rastin e Shqipërisë, por kjo ka qenë edhe në raste të tjera ndërkombëtare që dihet që mesazhin e fundit për të larguar nuk e japin thjesht vetëm protestuesit ose thjesht vetëm konjektura ndërkombëtare, por e japin ata njerëz që konsiderohen më të afërt politikisht me një kryeminist apo një. Pa një sekondë, ju po thoni që Macron e ka njoftuar për fundin e Ramës? Unë thash, në të tilla raste nuk jam i sigurt, nuk mund ta paragjykojmë sepse i ka dhënë mbështetje apo si ka dhënë mbështetje, sepse ne nuk e dim çfarë është diskutuar në atë takim. Kemi 2 deklarata shumë të ftohta pas takimit, të cilat pothuajse nuk thon asgjë, ndërkohë që takimi ka qenë shumë i zgjatur si takimi i ndërmjetëm ashtu dhe dreka. Pra, ka pasur shumë bisedime dhe natyrisht që në qendër të këtyre bisedime ka qenë situata në Shqipëri, patjetër që ka qenë protestat dhe këto janë primare për situatën politike në Shqipëri, çuditërisht nuk prekën fare në deklaratat publike që janë bërë si nga presidenti i Francës ashtu edhe nga Rama. Pra, do të ishte qesharake ta mendonim që në presidenti Macron ka pritur Ramën dhe nuk ka biseduar fare për situatën politike në Shqipëri. Nuk ka biseduar fare për protestat dhe nuk ka biseduar fare se çfarë do të jetë e ardhmja e Ramës në mes të këtyre protestave. Prandaj thash që ne nuk mund ta paragjykojmë këtë takim dhe themi që vetëm ka qenë një takim puç-puç mes të dyve, por mund të pasur dhe mesazhe të tjera të cilat janë të koduara politikisht. Tani, një sekondë, doja të kuptoja, ambasadorin e shoh. Ka pasur ca sjellje të çuditshme, për shembull në rezolutën miratore nga Parlamenti Evropian, sigurisht Gjermania dhe të djathët ishin ultra agresiv ndaj Ramës, madje luftuan edhe për atë paragrafin e fundit që do e kishte masakruar kryeministrin, por ja dolën ta ruajnë një gjuhë të ashpër, por gati diplomatike për të qenë korrekt. Megjithatë ishin agresiv pak nga burimet tona edhe të majtët, edhe deputetët pro-Soros në Parlamentin Evropian. Kush janë aleatët e Ramës sot dhe kush janë miqtë e tij ndërkombëtar, veçanërisht në Europë, aty ku ka pasur kopshtin e vet personal të edenit politik dhe diplomatik? Pyetja është shumë e vënd, Flavio, edhe unë dua të them që tashmë përkrasit e Ramës këto në spektrin e majtë të djathtë kanë përfunduar, janë shmangur, duke parë që Rama përfaqëson një lider sharlatan, një lider aventurier, nuk ka lider në botë që e fillon karrierën e tij duke marrë doktrinën e politikës jashtme të Turqisë, vetëm për të servilosur presidentit Erdogan, pasaj kaloi për të bërë një shërbëtor dhe argati i Beogradit, duke zbatuar të ashtu quajtur një projekt që do sillte stabilitet dhe paqe në Ballkan i përkrahur dhe nga Sorosi, por me projekte serbo-slave, një njeri që nga një anë u përdor nga demokratët amerikanë në fushatat e tyre elektorale unikal, dhe nga ana tjetër shtrihet barkasi kur presidenti Trump fiton, duke lëpir ato që ka thënë. Pra, në aspektin moral dhe politik është një figurë tepër e diskretuar dhe nuk ka aleat. Aleatët, për mendimin tim, dhe duhet të them që me të drejtë kolegun e shpjegoi shumë mirë që nuk duhet paragjykojmë, por duhet të themi diçka, që ne kuptojmë politikën e jashtme. Ka patur raste, për shembull, për Libin, ku Italia ka vënë veton edhe të sulmit të forcave të NATO-s për arsye se interesat e Libis me naftë, bashkëpunimin ekonomik, energjetik me Italinë ishin diçka jetësore për Italinë. Pra, janë interesat e vendit tënd që